Një prej kritikave më të shpeshta vazhdon mbetet vonesat, domethënë në gjyqësor. Edhe krahas gjithë këtyre çështjeve tjera prap, domethënë po e shohim që sado që janë të rëndësishme, sado që kanë shumë vlerë gjitha këto pika tjera, prap fokusi në veçanti prej qytetarëve gjithmonë dalet te vonesat. Te kozgjatja është një problematikë që identifikojmë edhe ne si IKD, si monitorues sistemit, edhe raportet ndërkombëtare për Kosovën, edhe ankesat më të shpeshta ndoshta që paraqiten gjithmonë top të ankesave edhe tek avokati i popullit, edhe kudo prej qytetarëve, është kozgjatja e procedurave në sistem edhe thjesht prej komplet përvojës tuaj deri tash edhe tu e pa në përgjithësi gjitha dhe sfidat e këtu. Sa mendoni që ka ndiku kjo situatë, këto vonesa në përvojën e qytetarëve me sistemin e drejtësisë radh parë dhe tash do të thani pyetje kështu më a është trajtuar me seriozitetin e duhur prej gjyqësorit kjo çështje? Realisht qytetarët kanë drejt. Secili që pret me vite për një çështje, edhe kur e merr drejtësinë, në fakt nuk e ka marrë drejtësinë, sepse drejtësia është edhe me marrë në kohë. Pra, brenda një drejtësie në fakt ka edhe një situatë që krijohet gjatë kohës kur çështja është në gjykat. Dhe tani për me mritë ndoshta një përgjigje krejtësisht e sinqertë, me thënë drejtë, e kësaj është trajtuar me seriozitet. Nasa duhet më përgjigj secili për neve, edhe në përgjithësi individuale, po edhe të administrimit, çfarë do niveli që kemi qenë, a kemi mujt me bo ma shumë për drejtësinë dhe rrëdhëmisht edhe për qytetarin. Përgjigja është gjithmonë e thjeshtë po. Dhe kjo e zben, si me thonë, nivelin e seriozitetit që ne kemi trajtuar edhe kuptimin nacional, edhe ta themi edhe të përqendruar brenda pushtetit gjyqësor, çështjen e vonesave në gjyqësor. Po shkon edhe te individi. Shumë kemi pas mbështetje ndërkombëtare. Dhe ndoshta nuk e kemi shfrytzuar në mënyrën e duhur. E para, do të thënë, duhet me thonë tani sepse ka kaluar 25 vite, ka njëherë kemi pranuar, si me thonë, sugjerime që nuk përputhen me organikën tonë. Dhe kanë funksionuar sa ka ekzistuar mbështetja aty, një projekti ose një organizatë dhe pastaj ka dështu. Dhe prapë do është më kthyer në një rishikim. Pra, në këtë kontekst mendoj që u bë shumë në vitet e fundit në gjitha nivelet ta themi të shtetit që kryesisht diskutohen, negociohen ku është përqendrimi. Dhe çështja e dytë është që ne kemi deficite serioze, shumë serioze në kapacitetin e administrimit në gjitha institucionet.